Qendra mësimore Edwise në Gjakopo bën përgatitje të fundit për kurset verore që do të zhvillohen me fëmijët. Një varg aktivitete argëtuese dhe edukative janë menduar me shumë kujdes nga ekipi i mentorëve të kësaj qendre, tha drejtoresha Elmira Pajaziti. Gjakova Summer Camp 2025 është një program në kuadër të qendrës Edwise ose pjesë e shërbimeve ose pjesë e pakove të qendrës Edwise. Këtë çka na bën neve të veçantë është përvoja 5 vjeçore që kemi, që i organizojmë tash 5 vite, po ashtu edhe me qindra fëmijë pjesëmarrës ndër vite. Këtë çka ajo e bën Gjakova Summer Camp me dallu prej tjerëve është për shkak që i përkushtohemi maksimum fëmijës, edhe që kërkojmë me qenë të secili fëmijë një përvojë pa harruar duke përfshi edukimin dhe lidhjen me natyrën. Pajaziti tregoi edhe për ndarjen e grup moshave pjesëmarrëse në kamp, si dhe datat kur do të zhvillohet aktivitetet. Gjakova Summer Camp këtë herë është ndarë në të dy grup moshat, duke përfshirë moshën 5 deri në 8 vjeç dhe moshën 9 deri në 12 vjeç. Kryesisht e kemi të ndarë në 6 javë të kampit. Fillojmë prej javës parë prej 7 korrikut dhe mbarojmë me 15 gusht. Javë zyrtare, të cilat na presim mi mbush numrin e fëmijëve pjesëmarrës, janë 3 javët e para zyrtare, prej 7 korrikut deri me 25 korrik dhe pjesa tjetër mbushet në ndërkohë. Përveç kësaj, Pajaziti tha se në ditët argëtuese janë planifikuar dhe pako me programe 8 orëshe edhe për fëmijët të diasporës. Po ashtu vlen të ceket për të gjithë ata fëmijë të cilët veç prindët e tyre nuk kanë ku me i lënë fëmijët ose më kujdes dikush për ta, e kena menduar një pako tjetër ekstra për të gjithë ata fëmijë dhe bashkëadhetar tanë që na vijnë prej vendeve të ndryshme të botës, me qenë një program i cili ka me qenë 8 orësh, duke përfshirë qëndrimin ditor dhe kampin, domethënë edhe pjesën e kampit. 4 orë kamp dhe 4 orë qëndrim ditor, duke u lecuar sa më mirë dhe sa më efektive me qenë qëndrueshmëria e fëmijëve në një ambient të ngrohtë ku ofrohet edukim dhe lidhja me natyrën, po ashtu që veç e përmenda edhe më herët. Në fund, drejtoresha Pajaziti tha se prindërit ende kanë kohë të regjistrojnë fëmijët që të jenë pjesë e aktiviteteve argëtuese dhe edukative për të fituar një përvojë të paharrueshme.